Përshëndetje për të gjithë shikuesët e transferimeve. Sot jemi në Ferizaj, në shkollën e futbollit FC Elita. Por më shumë rreth kësaj shkolle do të na flasin trajneri Qëndrim Luaj dhe ndihmës trajneri i tij, Trim Ajeti. Përshëndetje për të gjithë. Unë quhem Qëndrim Luaj, jam trajneri i shkollës futbollit Elita. Jam trajneri i licencuar në Federatën e Futbollit Kosovës. Po ashtu kam përfunduar studimet në bachelor në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, ndërsa me mua këtu ndihmës trajneri Trim Ajeti. Po, unë jam ndihmës i qëndrimit, pak a shumë këtu në shkollën e Elitës, Ferizaj. Një djalë i ri, me ambicjet mëdha, kështu që me qëndrimin besoj që kena me arrit shumë sukses. Çfarë ju shtyri që të hapni këtë shkollë futbolli? Po, kërkesat e mëdha në qytetin e Ferizajt për talenta dhe për të zhvilluar sa më shumë, ne kemi hapur një mundësi për të gjithë ata që dëshirojnë të hapin talentet e tyre, duke marrë pjesë në garat si rajonale, ashtu edhe ndërkombëtare që presim të zhvillojmë gjatë sezonit të ardhshëm. Cilat janë qëllimet kryesore të kësaj shkolle? Qëllimet kryesore janë nxjerrja e talentëve, definitiv, me nxjerr djem të ri, me talent ka shumë, kështu që ka shumë talenta këtu? pa diskutim. Besoj që numër 1 në Kosovë për futboll. Çfarë mosha trajnoni dhe stërvitin në këtë shkollë? Në këtë shkollë trajnojmë grup mosha prej 7 deri në 17 vjet. Kryesisht bëjmë trajnime teknike, taktike, po varësisht prej grup moshav, duke filluar prej grup moshav të vogël që filloj me bazika ato teknike dhe taktike, ndërsa te grup moshat U15 dhe U17 vazhdoj me kondikcion, me trajnime më të thella që pritën të zhvillojnë gjatë fushës. Çfarë vlerash dhe discipline përpiqni të transmetoni te lojtarët e rinj? Por ne synim është disiplina, sjellja si në shkollë, ashtu edhe në rrugë, që të kenë një disiplinë sa më të mirë, një sjellje sa më të mirë, ta respektojnë njëri tjetrin dhe të kuptojnë se sporti është vetëm një aktivitet që i bashkan fëmijët, lojtarët, si në fushë ashtu edhe jashtë fushës. A keni planifikuar turne apo gara për fëmijët që ndjekin këtë shkollë? Po tani është koha e pushimeve dhe tani planifikojmë të bëjmë disa turne që do të marrin pjesë edhe shkolla tjera, duke munduar që këta fëmijë të tregojnë talentin e tyre gjatë këtyre stërvitjeve që kanë pas. Si e shihni të ardhmen e futbollit në shkollën tuaj? Po, deri me tani duke i parë këta talenta, besoj dhe shpresoj që do të nxjerrim rezultate shumë të mira, duke parë parasysh talentat që kemi, punat që po bëhet, edhe mendoj që suksesi nuk do të mungoj. Çfarë këshille do t'u jepni prindërve që duan të mbështesin fëmijët e tyre në sport? Unë mendoj që sporti është një dukuri shumë e mirë, duke u munduar sa më shumë të largojnë nga telefonet, nga rrugët jo efektive, duke u munduar që t'i aktivizojnë në socializimin e fëmijëve, t'i bashkojnë ata me lojra, me argëtim, duke pasur edhe një shëndet më të mirë për fëmijët e tyre. Sa lojtar aktualisht keni në këtë shkollë? Tani për tani numri i lojtarëve është mbi 40 dhe ditë pas ditës, stërvit pas stërvitje, vazhdimisht po kemi të ardha, që është një mundësi shumë e mirë dhe na gëzon neve për këtë punë që po e bëjmë, duke transmetuar edhe këta lojtarët edhe këta që stërvitin tek shokët e tyre dhe të gjithë gati pothuajse po na u bashkohen dita ditës.